që dhe dini, dita e njëjtë i përket vetëm Erigjinit dhe është dita në fakt që ju lidh edhe ju me të. Teksa ju bëni gati me telefonata, Meri na tregon se ç'ndodh me ne në këto 4 ditë të fundit të javës. Mirë se vjen. Kënaqësi shumë gjithmonë të kemi në studio. Gjithmonë dhe për mua. Gjysma e dytë e javës. Gjysma. Që për sa i përket kohës dhe momentit duket sikur mendja e gjithë secilit prej nesh është tek fundi i javës dhe në fakt shumë mirë do të bëjnë që të planifikojnë në fundin e javës, sepse verë është, kështu që një pauzë nga detyrimet e të përditshmes gjatë javëve, për ata që nuk kanë mundësi të ikin me pushime ose që s'kan mundur që të nisen me pushime akoma, do të ishte mirë. Favorizohet shumë nga yjet ky rregullim në agjendën personale të gjithë secilit, dhe duke qenë që kemi gjatë fundit të javës do kemi dhe hënën mbi Venus, na jep mundësira që jo vetëm që të jemi mirë me shtëpitë tona, me familjet tona, por edhe të kalojmë bukur kudo që të shkojmë. Pra është një bashkim i bukur në fakt që në pjesën më të madhe të njerëzve duket sikur janë çështje që përkasin shtëpisë, çatisë, rregullimeve, korrigjimeve, mbylljeve, ose çfarë shqetësimesh kanë pasur për t'i mbyllur ose për t'i kopsitur. Gradualisht po i afrohemi dhe datës 20-23, e cila të shënon edhe fundin e periudhës për të zgjidhur apo për të kuptuar dy nga gjërat e rëndësishme të kohës, që ishin çështjet zyrtare dhe çështjet zyrtare të gjitha llojet e formët dhe çështjet që kishin të bënin me shëndetin. Kështu që këto dy përgjigje gradualisht nisur nga dita e shtunë me bashkimin e hënës me Venusin, duket sikur marrin formë dhe trajt lehtësuese. Megjithatë është edhe një hyrje tjetër shumë e rëndësishme në fakt, që ndikon nisur nga dita e sotme, por prej këtë lindurit në 5 ditën e parë të çdo shenje, në varësi se ku e kanë Jupiterin momentin e lindjes, është një hyrje forte e Uranit me Jupiterin, gjë që do të thotë faktori fat ose e papritura mund të përcaktoj agjendën e tyre në dimensione shumë të mëdha për lajme shumë të forta, që në pjesën më të madhe është zgjerim, në pjesën më të madhe të njerëzve është informacioni mirë, ose lajmi mirë, ose zgjidhje mirë, ose diçka e fatit e mirë. Por nuk përjashtohet për ata që e kanë në hyrje jo shumë komode me veten, që të shoqërohet me një nervozizëm në detyrimin për të ndryshuar agjendën personale. Gjithsesi, të qenurit të hapur në ndryshimin e agjendës do të ishte mirë që të ishte a priori. Mund t'jetë vonesë, mund t'jetë anullim, mund t'jetë ndryshoj mendje në moment të fundit, por që gjithsesi të jemi të hapur në kuptimin që okej, po erdhi mirë se të vi, pra nëse do duhet të ndryshoj formën, punë e madhe le të ndryshoj formën e mendimit, kështu që të jemi pak më tolerant me veten, sepse duke qenë me veten do të jemi më të qetë dhe më të ekuilibruar me njerëzit që na rrethojnë, dhe zakonisht njerëzit që rrethojnë që na rrethojnë janë njerëz që i kemi gjanë ose që i duan fort. Bukur. Konkretisht për shenjën e dashit, duke qenë që Saturni është pothuajse në mes, kjo bën që pjesa më e madhe e shenjës të vazhdoj të jetë duke respektuar faktorin kohë. Në çfarë kuptimi? Fjala duro dhe pak ose ta marshtruar është ajo që duhet i thonë vetes së tyre, sidomos për të lindurit në 15 ditëshin në gjysmën e parë të shenjës. Kështu që edhe pak akoma me pjesën e jo spontanisht, jo impulsivitet dhe jo veprim pa u menduar në kuptimin të mos nisen nga emocioni, por në çfarëdo lloj pozicionimi të nisen nga logjika. Sot edhe nesër, gjërat do të thjeshtësohen shumë po shumë më tepër javës që vjen. Ndërsa për sa i përket hyrjes së hënës me Venusin tek Virgjëresha në një pozicion shumë të rëndësishëm, duket sikur raportet që i ka rezistuar në kohës personale kanë momentin më të mirë të mundshëm. Nuk do të ishte surprizim ose diçka e jashtëzakonshme që mund të kenë edhe propozime jashtëzakonisht shumë të mira në jetën e tyre personale. Dhe për ata që janë të martuar dhe ata që kanë shumë vite bashkë që presin që të kalojnë në faza të tjera. Pra është një fundjavë që do të rezultoj me buzëqeshje goxha të fortë në drejtim të dashurisë, por jo të dashurisë në kuptimin e emocionit të ri, po të kopsitjes, pasërtisë, qartësimit dhe projektimit, sepse dashuri pa ëndër vështirë se reziston kohës. Kalojmë tek demat. Hëna dhe Venusi tek Virgjëresha është shumë favorizuese,
kopsitje, qetësi, pa pishmane, pa gjëra të mbartura, pa gjëra që të cilat dalin në sipërfaqe për të diskutuar dhe gjithmonë flas për në mënyrën se si ndjen në raportet e tyre personale, duke qenë që ka qenë një tranzit i jashtëzakonshëm dhe një periudhë e stërgjatur me ngarkesa emocionale, duket sikur kjo fundjavë jep mundësinë për qetësi dhe për çlodhje për sa i përket emocionit, zemrës dhe mendimit. Ndërsa për sa i përket ditës së sotme, duke qenë që ky Uran është në një pozicion shumë të rëndësishëm të jenë të hapur nëse njerëz që kanë shumë afër dhe zakonisht në lidhet me partnerin ose partneren, mund të kenë informacione ose mund të detyrohen të devijojnë pak agjendën, por shumë për mirë. Kështu që të dalin pak nga vetja dhe të mendojnë të mirën e përbashkët. Mund të jetë partner, mund të jetë partnerja, mund të jetë fëmia, mund të jetë pasardhësi, paraardhësi, por ka një lloj devijimi të agjendës nga të tjerët, po të tjerët shumë të afërt. Kështu që të mos të mendojnë agjendën e vet, por t'ja lënë kohës në mënyrën se si do të rrjedhi. Vim dhe te binjakët, që janë protagonistët e kësaj vendosjeje kaq të fortë të Uranit mbi Jupiter. Është një vendosje shumë e fortë në fakt, në cilën do të ishte mirë të ishte planifikuar për të zgjidhur çështje shumë, po shumë të rëndësishme, të mos ja lini në dorë fatit. Megjithatë, duke qenë që flasim për Uran që do të thotë të sjell papritet e veta, do të duhet të realisht të jenë të hapur, e para për gjërat në cilën mund të afrohen, sidomos për zhvillimet të çështjeve që përkasin materjes të tyre, por njëkohës materjes duke nënkuptuar profesionin, karrierës, punëve të sezonit, punëve të momentit, ose dhe bashkëpunimeve po prapë përket përcaktimi deri nga para se të vijë mesi gushtit, kështu që janë afatshkurtër si propozime, mund të jenë 1 ditore, 2 ditore ose pak më gjatë, por prapë të jenë të hapur ndaj propozimeve të tilla sepse mund të rezultojnë shumë më produktiv ekonomikisht se sa që mund ta mendojnë. Ndërsa për sa i përket fundit të javës, duket sikur kanë atë ritmin e vet ose formën e vet dhe me këtë hënë dhe Venus tek Virgjëresha duket sikur qëndrojnë brenda kuadratit të vet. Pak më të ftohtë se zakonisht, por që gjithsesi jo shumë bashkëveprues me të tjerët. Kalojmë tek gaforia, të cilët kanë diellin tek vetja vet, vazhdon që të jetë periudha e tyre, kanë edhe Mërkurin, po tashmë të distancuar nga dielli në të kundërt, gjë që do të thotë fillon avash të qetësohet dhe të qartësohet edhe agjenda dhe mendimi. Do të ishte mirë që në këtë 4 ditësh të vendosin kohë për veten, për të çlodhur, për të ratuar, për ta marrë me të mira, për një pauzë të shkurtër, për të bërë diçka të bukur. Pra, është mirë që këtë 4 ditësh ta përdorin vetëm për ata çfarë kanë nevojë. Projektimi i të nesërmes, afat shkurtër, afat gjatë, do të jetë shumë po shumë optimist. Por përveç se këtij fakti, kanë edhe, duke qenë që presin një fundvere jashtëzakonisht shumë intensiv dhe me shumë obligime, do të ishte mirë që avash të fillonin të planifikonin edhe pushime afat gjatë për te i 4 ditësit ose për te i fundit të javës. Gjithsesi, bashkimi i hënës me Venusin është në trekëndësh, kështu që miqë e shok do të kenë rreth e qark, por njëkohësisht duket sikur ka dhe një lloj këmbimi ekonomik të mirë, pra ka dhe një lloj lëvizje ekonomike të mirë. Ndoshta që në paraditën e ditës së nesërme. Vim tek Luanët, Jupiteri është tek ata, Urani në një pozicion shumë të afërt dhe në një hyrje trekëndore, dhe kur flasim për hyrje trekëndore, flasim gjithmonë për hyrje shumë pozitive. Ka diçka që fati do të bëjë të mundur që të japi buzëqeshje, po shumë të fortë të lindurve në 5 ditën e parë. Të tjerët do të kenë mundësi të shijojnë një atmosferë të qetë, pozitive, saktësisht si e kthjellët, si e qartë një rutinë e tyre, dhe me hënën dhe Venusin, po në fundjavë të shtunë të diel, në një pozicion shumë të afërt me diellin e tyre, do të duket sikur janë edhe të kthjellët mjaftueshëm ose të qartë. Është ndoshta fundjava e parë që nga fundi i shkurtit që janë më të qetë në mendime, pra kanë mundësi ti mendojnë gjërat një nga një. Ndërsa sot me hënën tek vetja dhe nesër, duket sikur nuk do të mungoj as vëmendja, as hiperbolizimi i situatave me cilën do të duan të ndajnë apo të jetojnë me të tjerët. Pra ka një lloj egzagjerimi në emocionin apo në vëmendjen e tyre në vëmendjen që marrin.
Kalojmë tek Virgjëresha, me hënën dhe Venusin tek Virgjëresha, tek vetja e vet, gjë që do të thotë dy çështje janë që do të dalin gjatë këtij katërditësie. E para ka të bëjë me një çështje që i përket nënës ose gjinis femërore të rritur të shtëpisë, dhe e dyta një çështje që i përket pjesës së godinës, të ndërtesës, të banesës së shtëpisë. Kështu që të dyja këto çështje kanë momentin e vet për të zgjidhur, për të kopsitur, ose nëse ka çështje për të zgjidhur, do të duhet i vendosin në agjendë. Ky Jupiter së bashku me Uranin zgjidh një ngërç në fakt, pra duket sikur zgjidh diçka që kanë pasur si zhurmë mizer në vesh gjatë gjithë kohës që ka qenë po duhet zgjidhur, dhe çuditërisht në një mënyrë të papritur ose të pamenduar, dita e sotme dhe dita e nesërme zgjidh një diçka të kësaj natyre, pra një shqetësim, ndoshta jo shumë të madh, po që ka qenë gjatë gjithë kohës aty, sikur gjithë kohës shkonin dhe mbartin me vete që duhet zgjidhur. Pra, lën pas diçka që ka qenë ngarkesë për ta, ngarkesë jo fizike, por mendore. Qartë. Për të shkuar kalojmë tek peshorja, të cilët ashtu sikurse edhe gaforia peshorja e ka 4 ditën që do të duhet të merret me vete, në fakt do të zgjasë për te 4 ditët, që të shkojë deri ditën e martë. Pra çfarë doni, çfarë dëshironi, çfarë keni në plan, çfarë gjërash keni planifikuar, do të ishte mirë që të vendosin në qendër të vëmendjes vetes. Dhe është një proces që e bëni lehtësisht, pra nuk është se keni të vështirë për të arritur këtë proces. Ndërkohë, dita e sotme dhe dita e nesërme janë 2 ditë shumë të mira nëse keni çështje që kanë të bëjnë me detyrime ekonomike, ose nëse doni të flisni për një çështje që lidhet me shtëpitë aty, ose diçka që lidhet me një zgjerim familjar. Pra dita e sotme dhe dita e nesërme duket sikur zgjidh diçka shumë të rëndësishme për të strukturuar ose zgjeruar bazën ku e mbështesni projektimin dhe lumturinë tuaj. Kështu që vendosni në agjendë diçka të vështirë, që ju duket e vështirë, mund të jetë që nga kredi deri te një çështje zyrtare shkresë letre. Kalojmë tek akrepat, ashtu sikurse edhe demat janë me 2 hyrje shumë ndihmuese për veten e vet, dhe duket sikur Venusi dhe hëna nga pozicioni Virgjëreshës i bën që të ndihen të në natyrën e vet, në lëkurën e vet, të qetë, të ëmbël, të kthjellët, të qartë, të social, të shoqërueshëm, pavarësisht se Merkuri në të kundërt mund të jetë me ngacmime më të vogël, gati për të gricur në raportet në çift, por duket sikur dominon kjo hënë dhe ky Venus nga pozicioni i Virgjëreshës për të qenë ose tolerant ose për të mos i prekur tematikat të cilat mund të shkaktonin trazira në ujërat e qeta, të paktën për sipërfaqen të raporteve personale. Është një bashkim në fakt dhe shumë interesante edhe për të dakortësuar shqetësime të vogla ose pa dakordësi të vogla me njerëzit me të cilin bashkë veproni profesionalisht. Do t'ishte mirë në agjendën tuaj të vendosen sot edhe nesër nëse ka si të tilla sqarime, diskutime në ambientin e punës, por me njerëz që i kanë të rëndësishëm, pra me njerëz që janë ose në të njëjtin hapësirë të punës ose bashkëveprojnë drejt për drejt. Për të tjerët i spastron koha ose i sqaron koha. Kështu që do argjoni dhe do kanalizoni energjinë vetëm për me kë është realisht e rëndësishme sqarimi dhe qetësia. Kalojmë tek shigjetarët që Marsin e kanë përballë, Urani është përballë tyre dhe është në këtë hyrje fantastike dhe të Jupiterit që është jashtëzakonisht shumë favorizues. Shigjetarët e lindur në 5 ditën e parë fillojnë periudhën, është 4 ditë dhe është përtej 4 ditë që do të zgjasë deri pothuajse nga mesi i javës që vjen, në të cilën ato lajmet e forta pozitive, ndryshimet e mëdhaja për shigjetarët që unë fola kur Jupiteri u fut tek Luanët, por kanë folur në fakt edhe kur Urani u fut tek Binjakët, fillon në sot, pra nga dita e sotme dhe deri pothuajse në mesin e javës që vjen, do të ketë ndryshime ose përmirësim apo informacion shumë të rëndësishëm për shigjetarët e lindur në 5 ditën e parë, ndërsa për të tjerët do të vazhdojnë që të kenë nevojë për të ekuilibruar situatat në ambientin e punës, pra ndihen jo fort komod, jo fort bashkëveprues ose jo të vlerësuar aq sa meritojnë nga të tjerët në ambientin e punës. T'ia lënë kohën se me këtë Merkur në një hyrje jo shumë komode retrograd nuk është e nevojshme të qartësojnë apo të sqarojnë kush janë. Koha na vendos gjithë secilin në vendin dhe në pozicionin që ne meritojmë, kështu që t'ia lënë kohës këtë pjesë.
Bukur, kalojmë shkojmë tek britsjapit, të cilët duket sikur agjenda e tyre do të përcaktohet nga të tjerët, dhe për britsjapin janë pjesëtar të familjes, ndryshimet, devijimet, lajmërimet, informacionet, pra duket gjatë këtyre ditëve do të përcaktojnë edhe mënyrën se si do ta kalojnë katërditësin. Megjithatë, ky Mars në këtë hyrje së bashku me Saturnin nga Dashi, duket sikur i jep një lloj nga njëra anë tendencën e ndryshimit, nga ana tjetër duket sikur nuk e lëshonin kollaj tokën apo territorin që njihni. Do ishte mirë që të filloni avash të bëni një projektim për ndryshim ose evolim, ndërsa Venusi së bashku me hënën tek Virgjëresha favorizon pjesën e qetësisë emocionale, favorizon pjesën e rregullimeve emocionale apo edhe të dashurive të reja që mund të prisnin. Vim tek ujorët, të cilët duket sikur kanë një vendosje të tillë që gjatë këtij katërditësi që dhe bashkimi i hënës me Venusin tek Virgjëresha do të favorizojë shumë ose dashuri me shikim të parë, ose zhgënjime nga hiçi. Të dyja janë të ndihmuara jashtëzakonisht shumë nga planeti fatit. Pra që do të thotë, edhe nëse kemi një dashuri të momentit me shikim të parë, duket sikur vinë si bekim, por edhe nëse kanë një zhgënjim ose ndarje nga hiçi, duket sikur është si bekim. Pra janë të dyja që janë për shumë, po shumë për mirë. Kështu që të jenë fleksibël pa ato ngecit e zakonshme që bojnë dhe të jenë të hapur ndaj prurjeve të reja të fatit, të cilën do ta ndjejnë për një kohë të gjatë në fakt, sepse duket sikur fati do të fillojë nga dita e sotme që sido që të jenë situatat t'u japi dorën dhe t'i lartësojë. Bukur. Vim dhe tek peshqit, të cilët duket sikur gjatë këtij katërditësi me Venus hën tek Virgjëresha në fundin e javës. Gjithashtu, me Uranin, i cili është në këtë hyrje me Jupiter dhe me Marsin mbi Saturn, është dy janë gjërat me të cilët mund të favorizohet peshku gjatë këtij katërditësit. E para, çështje që përkasin shtëpisë të tyre, e dyta, çështje që përkasin fizikut të tyre. Të dyja do të ndihmojnë për të marrë qartësimin në ndihmesën ose zgjidhjen përfundimtare. Megjithatë, Urani në pozicionin që është, nuk do çuditesha që për të lindurit në ditët e para, sidomos, sepse varet në fakt nga harta e tyre personale, por sidomos për të lindur ditët e para të shenjës, duket sikur informacion nga hiçi për ndryshim të punës do t'i gëzoj shumë. Pavarësisht se si fillim duket sikur trazon një çik tonë propozimet e papritur ose të paplanifikuara, por janë për shumë për mirë. Pra sot edhe nesër të vendosim në agjendë çfarë është e rëndësishme dhe si këshill e përgjithshme të jemi të hapur ndaj ndryshueshmërisë së agjendës për faktor të tjerëve apo tonët. Me Regjinin, faleminderit për parashikimin. Nuk e mbyllim me kaq, sepse është momenti ti përgjigjemi disa telefonuesve. Numri është afishuar nga regjia në ekran dhe me sa duket, pyetja dhe telefonuesi i parë sapo kam rritur. Ne i themi mirëmëngjes. Përshëndetje. Përshëndetje. Dashur, me Regjini po të dëgjon. Alo, përshëndetje. Po të dëgjoj me dashur. Të ftojmë na dëgjosh nga telefoni, jo nga televizori. Të dia në lidhje me djalin tim. Patjetër, na jep të dhënat. 5 shtator nga Tirana, në Tiranë. 5 shtator, 91-shi. 91-shi. Ulja zërin e televizorit në shtëpi që ta kemi edhe dëgjimin më të mirë të kësaj telefonate. 5 shtator edhe njërë vitin. Po, pati. Po, 91. 91. Pyetja cila është, ta duhet edhe ora e lindjes. Nëse ka. Alo. Edhe ora e lindjes e dashur. Po. Në Tiranë dhe dua të di për shëndetin, punën dhe e kam beqar për martesë. E ke beqar për martesë. Orën e edhe orën që ta lindjes. gjejmë se çfarë do ndodh me dashurinë. Në orën 5 të mëngjesit. 5 të mëngjesit. Mirë dashur, ne të ftojmë të qëndrosh përpara ekranit dhe të dëgjosh përgjigjen e Merit, sepse të gjitha të dhënat i kemi tani dhe pyetja jote është e përgjithshme, por e fokusuar pak edhe tek dashuria e djalit. Të shohim se ç'do na thot Meri. Të paktën i mësuam të gjitha të dhënat edhe pse komunikimi me zonjën ishte disi i vështirë. Po do i themi publikut tek sa Meri po llogarit. Publikut i themi sa herë na telefononi, uleni zërin e televizorit. Ashtu e bëjmë komunikimin më thjesht, kuptojmë të dhënat që ju na jepni dhe orientojmë më mirë me Regjinin. Pastaj, pasi kemi marrë të dhënat, mund t'ja ngrini zërin e televizorit dhe të dëgjoni përgjigjen nga Meri. Siç do bëni tani.
Atëre, shqetësimet që ka pasur i njihni që nga 2022-2023 deri pothuajse vjet në fundin e marsit. Nga mesi verës e vitit që kaloi dhe do të vazhdoj deri pothuajse ditën e fundit të korrikut të vitit që vjen, transformimi për mirë i çfarë shqetësimesh ka pasur. Gjëja e parë që për sa i përket pyetjes së parë të shëndetit, duket sikur është një çështje që do t'i ngelet e të kaluarës ose është pothuajse e sfumuar ose nuk do të jetë impenjim fare në mendimet e ty. Gjëja e dytë, duke nisur që nga në fakt nevojën për ndryshim ose lëvizjet e tija i ka nisur që vjet në fillimet e verës, pra ka pothuajse që nga qershori vjet dhe do të vazhdoj deri në fundin e janarit të 2027-s, të kemi transformime shumë, po shumë të rëndësishme për sa i përket pjesës së punës, duke bërë të mundur që me punën të filloj të ndihet shumë rahat dhe shumë i lumtur, shumë komod, më saktë në janar të vitit që vjen. Por lëvizjet janë bërë, diskutimet janë bërë, ose çfarë ka pas për të korrigjuar, ka nisur korrigjimin pothuajse që nga mesi i prillit si vjet. Një nga çështjet shumë të rëndësishme me të cilat është duke u marrë, është duke impenjuar, është duke shijuar, është edhe pjesa e ekuilibrit të plot emocional të tij. Vitin e mbyll shumë, po shumë mirë, e para me emocionin dhe e dyta me mendimin. Dhe kam bindjen që dhe mami do të gëzohet shumë, po shumë për djalin, nisur që nga mesi i shtatorit si vjet, pothuajse deri në mes të qershorit të vitit që vjen, duke ju gëzuar shumë formulës së re apo ndryshimit të madh që ka bërë djali. Është në momentin e fatit maksimal të tij. I ka nisur ndimesa e fatit që në mesin e qershorit dhe do t'i kapi maksimumin në qershor të vitit që vjen. Bëmi gati për një tjetër telefonuese. Mirë mëngjes, përshëndetje. Alo, përshëndetje. Meri, po ju dëgjon, mund ta bëni pyetjen tuaj. 24 gusht. 24 gusht, viti? 86. 86, ora e lindjes? Ora e lindjes nuk e di, po për vllajën vetëm përshëndet. Vendi lindjes? Rubik. Në Rubik. Vetëm përshëndetin? Vetëm përshëndet. Mire dashur, ne falenderojmë shumë. Të ftojmë të dëgjosh përgjigjen përmes ekranit, teksta linja është e hapur për gjithë ata të cilët ka një pyetje dhe janë kurioztar për përgjigjen që Meri Gjini mund t'ju jap. Na telefono. Në Rubik. Në Rubik. Dhe pyetja është për shëndetin. Pra është shumë e qartë, shëndetit. Na vjen keq vetëm që nuk kemi edhe orën, kjo do ndihmon. Atëherë, për sa i përket çështjeve të shëndetit, për të qenë më të sigurt ose më me probabilitet në të shprehur më të saktë, është çështja ose drejtimi që unë kam shumë të rëndësishëm jo orën, po edhe minutin e lindjes. Megjithatë, tendenca për t'u marrë me fizikun e vet që nga prilli 2023 është goxha prezent në hartën e tij dhe duke qenë që në këto momente është edhe Saturni mbi hënën, është duke u marrë dhe është duke u përpjekur të zgjidhë çështje të kësaj natyre. Ajo që është e sigurt është që prej 2 vitesh, 2 vite gjysmë, duhet edhe pak kohë akoma, të paktën deri nga prilli vitit që vjen, që të vazhdoj të korrigjoj ose të merret, por kam bindjen që ardhja e Jupiterit mbi diellin e vet, në gradë të barabarta me diellin e vet, pa u futur tamam vera vitit që vjen, duket sikur do të ristartojë si nga fillimi më i fortë të sekur. Pra, tendenca është shumë e fortë që si sot viti të jetë i lumtur dhe në fundin e dimrit të ketë zgjidhur ose mos ketë më merakje për sa i përket çështjeve të fizikut që ka nisur nga mesi i 2023-shit. Qartë, mirë, ikim tek telefonuesi i fundit, të cilit i themi mirë mëngjes. Të përshëndesim. Të lutem, na dëgjon nga telefoni, jo nga televizori. Vetëm kështu e bëjmë komunikimin ton më të thjeshtë. Meri, po ju dëgjon, mund ta bëni pyetjen tuaj. Sepse po dëgjojmë vetëm. Alo. Përshëndetje. Meri, po ju dëgjon, bëni pyetjen tuaj. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Na dëgjon nga telefoni, ulja zërin televizorit e dashur, sepse nuk kuptohemi dot kështu, dhe thjesht konsumojmë kohë televizive. Na fal. Jam interesuar për çunin. Po, na jep të dhënat.
Po, me 13 nëntor. 13 nëntor. 9 në 9 ka lindur. Të darkës apo të mëngjesit? Jo, të mëngjesit. Të mëngjesit, në cilin qytet? Po, në Kukës, dhe desha të dija për fatin e ti. Po. Po, dhe për shëndetin. Dhe për shëndetin. Mire dashur. Ju për shëndet. 1990. Viti. 90 dhe në orën 9 të mëngjesit. Në 9 të mëngjesit. Pukur, mirë. Shumë e qartë. E dashur të ftojmë të dëgjosh përgjigjen e Merigjinit nga ekrani. Tani ngrem zërin televizorit. Mirë, dhe zonja ishte telefonuesja fundit për ditën e sotme dhe me telefonues të ratës, sigurisht do takojmë të enjten që vjen një hapësirë totalisht të dedikuar juve. Tëftuarit, edhe tëftuarit i them gjithmonë i referohem telefonuesve tanë, se ata janë tëftuarit e kësaj rubrike, kanë mësuar tashmë që nuk japin 2 data, por vetëm një datë dhe ne jemi më preqiz për të dhënë informacion. Meri, kemi gati? Atere, po. Planetin e fatit në këto momente që flasim ku e ka pasur momentin e lindjes. Është shumë afër, marrës një vendimi shumë të rëndësishëm, material, ose praktik, ose një lloj investimi apo zgjerimi. Ajo që është e rëndësishme është që kemi të bëjmë me një çun që pavarësisht se duket sikur është i shkatë dhe i guximshëm, po shpeshherë e mendoj 2 herë dhe 3 herë dhe shpeshherë ka ato pasiguritë e veta pavarësisht karakterit të ndërtuar fort. Pra, në dukje, në karakter duket sikur është një çun që ka kontroll mbi veten dhe sikur është një çun që është multitasking ose që bën 700 gjëra në të njëjtën kohë. Megjithatë, pasiguritë e tija ose pikpyetjet e tija në këto momente ku Marsin e ka eksaktësisht ku e ka pasur momentin e lindjes, duket sikur kjo periudhë deri në datën 12 të gushtit do të rezultojë shumë e rëndësishme. Fiks do të jetë 23-24 deri në datën 25 të korrikut, si vendim ose si veprim. Ndërsa për sa i përket çështjeve të tjera, duket sikur është një çun që ka një raport shumë të mirë me veten e vet, ka kontrolle, do veten, ka atë jep aq sa mundet, merr atë që dëshiron. Pra është një çun që ka raport të fortë me veten e vet dhe nuk është se i mungon racionaliteti. Ndërsa për pjesën e fizikut, sido që të jetë historia ADN-s-tia ose e memorisë genetike, kam bindjen që kemi të bëjmë me një çun me një strukturë shumë të fortë dhe nga egoja dhe nga vetja, po dhe në trup. Kështu që nuk do të shqetësohesha, sido që të jetë situata e fizikut të vet. Pra është shumë i fortë, e ka këtë pjesën e materjes së trupit të vet, e ka goxha të mirë formuar. Mirë, Meri, shumë lajme të mira sot për të gjitha zonjat që telefonuan për djemtë e tyre, ne me shumë dashuri, edhe Merin e përshëndesim deri takojmë të hëna, ndërkohë që publikun e takojmë vetëm pas pak. Ju mos u largoni.